shqiptari I parë dhe I vetëm që ka ardhur në Vilnius. Mua më ka bërë shumë përshtypje pastërtia, rregulli dhe patjetër historia që kishte Lituania dhe në veçanti Vilniusi. Një pjesë e rëndësishme e kësaj historie është pallati I Dukës së Madh të Lituanisë. Ne rezervuam një program në Get Your Guide ku një guid vendase na orientonte tek pallati I Dukës së Madh. Në katin më të poshtëm të pallatit ishin ruajtur rrënojat dhe disa sende që ishin gjetur, si për shembull pjata druri, kapele, këpucë dhe plot gjëra të tjera. Tu ishin farat e disa prej pemëve që rriteshin pranë pallatit. Gjatë një periudhe, një dukesh me origjinë nga Italia kishte sunduar dhe kishte sjellë frymën italiane. Më pas u ngjitëm në një kat tjetër të pallatit dhe kjo ishte I vetmi tavan që ishte ruajtur. Arkitektura ishte shumë e bukur, kjo për shembull ishte një sobë ngrohjeje. Kjo eksperiencë gjati diku tek 1 orë e gjysmë që ishte fiks aq sa na duhej për ta eksploruar gjithë pallatin. Për një ulje speciale të aktiviteteve në Get Your Guide, kodi im është Flavocado 5. Në fund morëm edhe një dhuratë të vogël, disa çokolata tradicionale nga guida jonë. Ciao!